Gjatë fjalës së mbajtur në aktivitetin e hapjes së javës së Evropës, në kuadër të 9 majit, kryeministri u shpreh se 2030 është një objektiv madhor për mbylljen e negociatave për integrimin në Bashkimin Evropian. Sa i përket çështjes së 2027-s, 2027 është një objektiv i vendosur bashkërisht, por është lënë edhe një hapësirë që për një arsye ose një tjetër mund të ketë edhe një zgjatje të mbylljes së negociatave deri nga mesi i vitit 2028. Jemi pak a shumë në të njëjtën gjatësivale. 2030 është vendosur si një objektiv madhor. Pas negociatave, ka ratifikime, miratime nga shtetet dhe kërkon një kohë, u shpreh Rama. 2027 është një objektiv i vendosur bashkarisht, por është lënë dhe një hapësirë që gjëja për një arsye apo një tjetër mund të ketë një zgjatje deri nga mesi i 2028-s. Kështu që jemi pak a shumë në të njëjtën gjatësi vale dhe për këtë arsye 2030 është vendosur si një objektiv, po themi, madhor, sepse pas negociatave është procesi i ratifikimeve, është procesi i miratimit nga shtetet, kështu që ai kërkon një kohë por 2027 është e bëshme dhe është aty e vendosur bashkarisht. Për të njëjtën temë foli edhe ambasadori Silvio Gonzato, i cili hodhi poshtë spekulimet e kryetarit të Partisë Demokratike Berisha, duke thënë se raporti ka marrë vlerësim pozitiv. Së pari, grupi i punës COELA, siç quhet, është një grup pune i cili bën bashk përfaqësuesit e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. Është një grup diplomatësh të cilët mblidhen me dyert të mbyllura në praninë e Komisionit Evropian për të diskutuar dhe debatuar. Së dyti, Komisioni Evropian vërtet i ka dorëzuar këtij grupi pune raportin e mirënjohur si IBARI. Pra është një raport për të parë nëse Shqipëria i ka përmbushur piketat e përkohshme që duhet të përmbushen në këtë çast, në mënyrë që Shqipëria të kalojë në fazën tjetër që është mbyllja e kapitujve. Pra komisioni ka dorëzuar raportin dhe në fakt raporti ka bërë një vlerësim pozitiv. Tashmë janë shtetet anëtare ata që do të diskutojnë. Dhe më lejoni të them që shtetet anëtare nuk e hedhin në vot këtë raport. Është një raport e cili është e drejta e komisionit që ta bëjë këtë gjë dhe thjesht shtetet anëtare diskutojnë atë dhe ajo që duhet bëjnë ato në udhëheqjen e Këshillit dhe në këtë moment Çipros është që të miratoj një qëndrim të përbashkët të BE-s i cili do të përkufizoj dhe shpjegoj piketat përmbyllse, pra ato piketat përmbyllse që duhet të plotësoj Shqipëria që të mbyllen negociatat.